e rëndësishme që të evidentohet, do thoya unë, është mënyra se si u shkarkuar Jon Veliaj. Domethënë sepse që duhej shkarkuar, kjo është që diskutohet duke parë, le të themi, gjithë akuzat që janë ngritur mbi të, faktin që u mor i pandehur dhe eventualisht u fut në paraburgim, si më thënë, prej kohësh do duhet të kishte dhënë dorëheqjen, nëse do kishte minimum në një dinjiteti, le të themi, po fakti që u shkarkua pikërisht tani me një urdhër të lëshuar nga Edi Rama dhe për më tepër bindja ose nënshtrimi deri në një lloj të them servilizmi poshtërues të këshilltarëve të bashkisë që i përkasin Partisë Socialiste, me një fjalë, dëshmon atë që ne e themi shpesh, pra faktin që gjithë ta që do duhet të ishin përfaqësuesit e qytetarëve të Tiranës në rastin e Këshillit Bashkiak, janë thjesht ushtarë të bindur të kryetarit të partisë, të cilët ngren kartonin edhe për t'i rënë dikujt që është, le të themi, i tyre, ose ai i cili Jon Veliaj pra që ka luajtur një rol në përzgjedhjen e tyre, le të themi, për të përbërë Këshillin Bashkiak.